Përshëndetje, mirë se erdhët në episodin e 5 të podcastit të Kodit nga fëmijët për fëmijët. Sot jemi me Siar Zikën, një vajzë shumë e këndshme, bukuroshe, shumë e fortë, me të cilën do të realizojmë një bashkëbisedim shumë të këndshëm, të vërtet, të lirë dhe shumë të bukur. Duam të falenderojmë të gjithë dashamirësit që na shkruajnë vazhdimisht në rrjetet sociale, duke na falendëruar për idenë tonë dhe projektin që kemi nisur, dhe pa humbur kohë, duam që të fillojmë një bisedë shumë të bukur me Siarin. Jemi gati? Po. Siar, unë dua të filloj me pyetjet e shkollës, sepse siç e dim, shkolla është shumë e rëndësishme në jetën e çdo fëmije. Çfarë është gjëja që ty të pëlqen më shumë në shkollë dhe pse? Unë mendoj që në shkollë më shumë që më pëlqen më shumë është që pas mësimit, nëse kemi ndonjë pushim, kam qejf të luaj me shokët dhe shoqjet e mia se më argëton shumë. Pra kohë e lirë në shkollë. Po. Cila lëndë të duket ty më e thjeshtë dhe cila të duket më e vështirë? Mua si një lëndë më e thjeshtë më duhet gjuha dhe një lëndë më e vështirë më duket matematika. Kur gabon në shkollë, gabimi të duket pësim apo mësim? Mua më duket se është mësim, se kur gabojmë ne të gjithë mësojmë nga gabimi dhe kur nuk e bëjmë më. Në çfarë momenti në shkollë ti ndihesh më vetvetja? Kur shpreh me ndihmin tim, kur më pyet zysha. Dhe ti mendoj që vazhdimisht shpreh mendimin tënd apo jo? Po. Gjithmonë. Po. Siar, nëse do t'i shkruaje një letër mësueses, çfarë do t'i thoje në këtë letër? Faleminderit që më mëson shumë mirë, je zysha më e dashur, që të dua shumë dhe je shumë e mirë. Pra e ke shumë për zemër mësuesen. Po. E përshëndesim mësuesen tënde. Po të bëj disa pyetje që mua më pëlqejnë shumë për familjen, që janë pyetjet e mia të preferuara. Nëse familja do të ishte një planet, si do ta quaje ti atë? Unë do ta quaja planeti i dashurisë. Sepse familja ime më do shumë mua, siç e dua unë shumë. Dhe mendon që ky është emri më i përshtatshëm për planetin tënd. Po. Kush të kupton ty në familje më shumë kur je e mërzitur? Shumë në familje më kupton mami. Me atë ke lidhjen më të madhe. Po. Sepse mami kur më shoh mua e mërzitur dhe ajo mërzitet pak, sepse unë jam e mërzitur, por të paktën që ajo e ndjej pak mërzitjen time. Nëse ti do të kishe një buton pause në familje, në cilin moment do ta shtypja atë buton? Unë do ta shtypja në momentin që më vjen orari i gjumit. Sepse kam qejf të ri dhe pak e zgjuar dhe kur më zë gjumi, kur më vjen për të fjetur, shkoj në dhomën time dhe flej gjumë. Dhe aty do doje që ta ndaloje kohën apo jo? A mendon ti se prindrit harrojnë shpesh që kanë qenë dhe ata vetë fëmijë? Po, sepse unë më përpara kisha pas ngrënë shumë ëmbëlsira, po dhe ato kishin pas harruar që dhe ato kur ishin ca mosha ime, kishin pas ngrënë dhe ato shumë ëmbëlsira. Dhe ty të duket e padrejtë që ata të ndalojnë të hashë ëmbëlsira? Po. Sepse ata e kanë harruar që kanë qenë dhe ata fëmijë apo jo? Po. Se do të kishe një kërkesë për prindit e tu, cila do të ishte ajo? Unë do t'i kisha dhe një këshill për prindërit që më përpara se të na qërtojnë, të na kuptojnë. Unë mendoj gjithsesi që ato të kuptojnë. Si mendon ti? Po. Por kritikat janë në të mirën e fëmijëve dhe në të mirën e të gjithëve. Po. Për cilën gjë do doje që familja jote të kuptonte më mirë ty? Familja ime të më kuptonte mua më shumë që nuk duken si ajo vajza që jam, se disa herë dal jashtë kontrollit. Dua të të bëj disa pyetje shumë të bukura për miqsin dhe shoqet, sepse unë e di që ti ke një grup të madh shoqesh, shumë të ngushta dhe të afërta me ty. Si do ta përkufizoje ti miqsin me një fjalë? Unë do ta përkufizoja si një mbështetje. Siar, çfarë nuk të pëlqen ndonjëherë tek sjellja e disa shoqeve? Mua nuk më pëlqen kur më kundërshtojnë dhe kur kam të drejtë. Por
mendon ti që edhe ato mund të kenë të drejtë, pra mendimi yt mund të jetë i ndryshëm prej mendimit të tyre, por mund të keni të dyja të drejtë. Dhe normalisht ti nuk duhet të mërzitesh kur ato të kundërshtojnë, apo jo? Jo, dhe disa herë mund të ndodhi. Okej, është instiktive apo jo që ti mërzitesh, por me kalimin e kohës ti mund të bisedosh me to. Po se disa herë nuk e di nëse kam të drejtë se sepse është po, varet apo jo. po. Kur një shoqe të lëndon, ti bëhesh mur apo ur? Unë në fakt bëjmë të dyja. Një herë bëhem ur që të mbroj veten, po pas disa minutash bëhem ur që e fal. Shumë mirë, më pëlqen shumë falja. A mendon ti si se fjalët mund të jenë gur apo fluska sapuni? Nëse në mbështetin shumë janë si gur, por nëse janë të panevojshme janë si fluska sapuni. Dhe unë do të këshilloja që fjalët e rëndësishme ti të përjetoje ndryshe, dhe ato të pa rëndësishme ti përjetoje si fluska sapuni. Po. Okej. Cila është një këshill që ti do t'ja jepje shoqeve dhe shokëve të tu? Nëse jemi në një grup të tërë dhe duam të luajmë një lojë, vetëm jo të gjithë që mund të zgjedhin sa për një rol. Vetëm ai që e ka ndërtuar lojën do i zgjedhë rolet. Sepse jo të gjithë duan të njëjtin në rol. Dhe këshilla që do i jepje shokëve ose shoqeve është që të mos konfliktojnë, apo jo? Jo, mos të zgjedhin sa për një rol të vogël. Të vogël. Pra ti marrin gjërat pak më lehtë, apo jo? A mendon ti si se është e vështirë të jesh fëmijë dhe pse? Unë mendoj se është e vështirë të jesh një fëmijë sepse të rriturit presin që të sillesh si ato, si të rritur. Po ne nuk është sikur ndim në shumë gjëra sepse jemi të vegjël. Prandaj është më e vështirë të jesh fëmijë. Po. Okej. Dhe ti mendon që jeta jote do thjeshtësohet duke u rritur? Po. Si ti je një vajzë shumë e fortë, shumë këmbgulse, gjë që mua më pëlqen shumë. Dhe do doja që vajzat në Shqipëri të ishin më shumë si ty, të kishin forcë të thonin mendimin e tyre të vërtet dhe të lirë, ashtu siç e thua ti në çdo rast. Dua të pyes, çfarë mendon ti se të bën ty të fortë dhe kaq të pavarur dhe kaq të lirë? Mua më bën e fortë kur prindërit më japin shumë dashuri dhe mbështetje. Po. Dhe kjo ty të ka dhënë vetbesim, apo jo? Po. Pra mendon që gjëja më e rëndësishme është dashuria dhe mbështetja e prindërve. Kjo të bën ty të tillë. Po. Më vjen mirë. Çfarë mendon ti se i frikson më shumë fëmijët, por që nuk kanë guxim ta thonë apo ta tregojnë? Kam më frikë kur ndahem nga prindërit se mua disa herë më thojnë një orar, por disa herë mund të vinë më vonë dhe kjo kam shumë frikë sepse nuk kam qejf të ri aq larg nga prindërit dhe pak më vonë. Pra të trëmb kjo koha e larg prindërve apo jo? Po, se ndiem sikur nuk jam mirë. Okej. Çfarë të doje ti që çdo fëmijë në botë të dëgjonte të paktën një herë në ditë? Mendoj se fëmijët të dëgjojnë se sa e duajnë prindërit, po jo vetëm një herë, po shumë herë në ditë. Dhe jo vetëm prindrit. Por nga të gjithë që e njohin, që e kanë shumë përjetë, të duan shumë. Nga mësuesit, nga miqt. Po. Shumë mirë. Erdhi fundi i episodit të 5 të podcastit të Kodit nga fëmijët për fëmijët. Unë u kënaqa shumë me këtë episod dhe me Siarin, me bisedën kaq të bukur që ne sollëm për të gjithë fëmijët e Shqipërisë. Dhe dua t'ju falenderoj shumë që na ndiqni gjithmonë dhe që na dërgoni fjalë të bukura dhe ju presim në episodin e radhës. Faleminderit Siar.